Ndërkohë, është një lajm I fundit sa I takon ish-deputetit Ervin Saliani, I cili me sa dukesh është larguar nga njësia 6. Zoti Flamur Noka në një deklaratë për A2CNN thotë që Saliani nuk ka qenë drejtues politik. Drejtues politik në Tiranë ka qenë Belind Këlliçi. Ai ishte deleguar për fushatën zgjedhore të pjesëme lokale të Tiranës. Fushata u ndërpre të deleguarit për fushatën I Toroqën, por siç e dini Saliani me aktivitetin e Elbasanit realizuar nga Suel Çela është vetë përjashtuar. Duke qenë se ju jeni deputeti I qarkut të Elbasanit. Tani, këto dëgjoj, ne jemi të fokusuar vetëm te protesta, vibrime, vetëm se e forcojmë Partinë Demokratike, këto janë çështje të brendshme të Partisë Demokratike. Sigurisht, një dhe vetëm një, sot që ne flasim, është korrupsioni dhe vjedhja I 50 milionerë të Belinda Ballukut. Po sigurisht edhe unë po ju them, ky është qëndrimi ynë. Vjedhja e 50 milionerë nuk ka gjë më të madhe se 50 milionerë, se sa I qëndrim I një antari të kryesisë së Partisë Demokratike që mund të ketë një qëndrim ndryshe nga të tjerët. Ne këtu po flasim për një vjedhje të jashtëzakonshme që ndodh te akshi dhe tek problematikat e ndryshme. Gjatë 90 minutave, po për këtë kemi edhe për protestën, po ju them, ka një situatë në cilën neve duhet të reflektojmë dhe unë në Partinë Demokratike. Unë sot ftoj çdo qytetar të vjedhet të reagojë ndaj mega vjedhjes së kësaj qeverie. Ndaj që të reagojnë duan edhe po çfarë? Çfarë qëndrimi ka mbajtur Flamuri apo çfarë qëndrimi ka Ervini? Ky është interesi publik sot. Interesi publik sot është sigurisht interesi publik sot është reagimi qytetar dhe rrëzimi sa më shpejt I kësaj qeverie dhe krijimi një qeverie teknike. Nuk mund të funksionojë më një shtet I cili pretendon të integrohet në Bashkimin Evropian, të ketë këtë lloj qeverie kaq të korruptuar në 13 vite, skandal pas skandali, ministër që pas ministër që bie brenda për incinerator, për kanabizim. Pra meriton një qeveri teknike dhe pastaj zgjedhje tjera. Për koncesione, po sigurisht. E ka Partia Demokratike një qeveri në hije që qytetarët thonë po, ta heqim Ramën, ne nuk po flasim për qeverinë hije, ne po flasim për një qeveri teknike dhe për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk ka pasur zgjedhje të lira të ndershme. Ka qenë totalisht një fars. Nuk ka pasur zgjedhje. Raporti OSBE Odirit e ka nxjerr, ka deklaruar që këtu duhet të ndahet partia nga shteti. Administrata ka funksionuar në formën e një partie. Dhe sigurisht zgjedhjet e lira do të sjellin edhe lirinë e mendimit të popullit për të votuar. Një koment fundit se këto ditë të fundit ka qarkulluar një video ku dilte Gazmend Bardhi që akuzonte atë kushte me Lulzim Bash, akuzonte Sali Berishën se kishte shkuar dhe kishte organizuar takim me Suel Çelën. Sot del Flamur Noka dhe akuzon Saliani që ka organizuar takim me Suel Çelën, ndërkohë që sigurisht gjithë akuzojnë Edi Ramën që nëpërmjet Suel Çelës ka zgjedhur Sara Mila në kuvend. Që është bërë Suel Çela që ky padrino ai që shkojnë gjithë falën dhe që I vën gisht njëri tjetrit se kush ka marrë dhënë me të. Është situatë komike, do thoya. Ka komedi ky vend edhe tragjedi ky vend zoti. Merret Trumpi kot merret PD-ja them unë. Okej. Nëse më shumë për ta këtu. Jo, dakor. Ideja është ky lloj debati pasens që po ndodh në PD, në fakt tregon sa nevojshme është ata duhet mblidhen çdo muaj. Që të fillojnë të mendojnë, të mënyra afatgjatë të respektojnë një tjetrin, përdorin etikën dhe në mënyrë simbolike ta mbledhin në komision etike dhe nëse doni t'ju vinë njerëz në protestë, shumica natyre që ishin podiumadit mos I lejoni një 10 ditë të vinë parti dhe vinë qytetarë në protestë. Po nëse I ftohen qytetarët për sill ata prap në krye të vendi, kam përshtypjen që ne do jemi këtu pas shumë vitesh duke folur të njëjtën gjë. Po përdor fjalë më të kulturuar. Sigurisht, zoti Kresniqi, ne kemi diskutuar edhe për pjesën e skaletës së mënyrës së protestës, ka qenë një nga pikat e diskutimit në Këshillin Kombëtar. Shpresoj mos jetë e njëjta me atë mos jemi po në të njëjtin model që keni parë deri tani. Ju falenderoj shumë për gjithë pikat dhe diskutimet që nda mbrëmjen e sotme. Zoti shumë faleminderit, zoti Koçi shumë faleminderit, zoti Moçi shumë faleminderit, zoti Imre shumë faleminderit.